Vazhdojmë me testimin e kësaj që kemi bërë deri tash. Shkojmë lëshojmë exampin. Nuk po lëshojmë MySQL-in, do ta shohim çka do të ndodhë nëse nuk e kemi lëshuar MySQL-in. Dhe tash po shkojmë në vend të htdocs, pra këtu e kemi localhost. Kjo është forma. Shkojmë për shembull përshëndetje. Po e testojmë kodin. Dërgo. Tash është ka shku të send email.php. No connection could be made because the target machine actively refused it. Pra, në rreshtin 13 në send email.php unë shkojmë të shohim, pra jemi në këtë file në rreshtin 13, pra s'kam mujt me u lidh dhe faktikisht nuk kam rri as dhe i të funksionit die. Pra problemi është se nuk është il shumë MySQL-i, po e lëshojmë. Kthehemi. Dërgo. Tash të më thonë kodi ka funksionuar, kanë qenë 2 rreshta në bazë të shënimeve në tabelën përkatëse dhe ata janë procesuar që ne mund të shkojmë te phpMyAdmin. Te LV Store. Tabela email list. Pra, këta janë emrat e fushave që e kemi shkruar në kod realisht. Nuk i kemi shkruar përmendsh, po janë emrat e fushave përkatës dhe janë 2 rreshta dhe këtyre 2 personave ju ka shku emaili. Ne mund të fusim edhe një rresht këtu direkt përmes phpMyAdminit. Për shembull, Redvan Aliu. Go. Pra, ky është një insertim nga jo nga PHP apo nga phpMyAdmin. Tash nëse shkojmë me browse, janë realisht 3 rreshta. Dhe nëse këtu kthehemi me back dhe prap klikojmë në dërgo, po shohim se tash emaili ishte dashur të dërgu edhe personit të tretë. Pra, ky kod është, si me thonë, dinamik dhe punon pavarësisht se sa rreshta janë në tabelë. Sado që janë, e proceson të gjithë dhe ju dërgon emailat të gjithëve.